Po, narkomania tashmë veç konstatohet se është një prej sfidave më moderne, me të cilat ballafaqohen edhe vendet më zhvilluara. Rrjedhimisht as Kosova nuk është imune ndaj saj. Aq më tepër siç u tha këtu, kufizohemi nga vende problematike sa i përket kësaj dukurie. Mirë, po çka është shqetësuese deri tani Kosova deri vitet fundit është konsideruar si vend tranzit, pra, si një korridor mes lidhjeve të vendeve për trafikim të kësaj dukurie. Fatkeqësisht dhe duhet jetë shumë shqetësuese se ka arrit bëhet jo tash, po që sa vite vend destinacion, pra vend konsumimi, e aq më tepër shqetësuese është nga grup moshat e reja. Si që thëtë edhe vetë Laberithi, me sa e di unë është raportu se në Kosovë kemi dikon prej 30.000 dhe në 40.000 përdorus aktiv, që ka kjo në proporcion me numër të banorëve duhet të ngrit në nivel në alarmë e institucionet e shtetit për parandalim. E thamë se kjo dukuri, pra, është dukuri konsiderohet sfidë moderne, nga se sipas EUD është se Agjencionit Evropian për drogat flitet se dikon afër ose mbi 83 milion banor sa i përket Evropës kanë konsumuar s'paku një herë drogat. Kufit e kanë bë hapja kufive, liberalizimi kanë bërë të vetën, ku njerëzit mund të lëvizin bashkë me lëvizjen e lirë, lëvizin edhe këto dukuri. Pra, kthehemi në Kosovë. Kosova fatkeqësisht, pra, ka arrit në shifra alarmante, e çka është akoma më brengose është se institucionet e shtetit duket sikur nuk i alarmon, nga se qytetarët e thjesht arrin të raportojnë baza ditore se ku janë bën strehimet e narkomanëve ose atyre të cilët bëjnë trafikimin e tyre, ndërsa Kosova me një numër të mjaftueshëm të policëve, edhe aq më tepër kur kemi edhe policinë e bashkësisë apo të komunitetit, e cila e ka për detyrë të identifikojë çdo problematikë të lagjeve, nuk arrin të identifikojë apo i bie kundërta identifikon dhe mbyll syt. A ka mbyllet syve? Ne kemi përcjell gjatë gjithmonë aktivitetin e policisë, posaçërisht drejtorinë kundër narkotikëve, që nga fillesat. Para se mu krijt themeluesi e departamentit veçantë, ne kemi pas kontakte me ta dhe vazhdojmë. Mendoj që mujmë edhe të dëgjojmë sot lloj tregimesh, por unë mendoj që nuk ka konfliktet për drogat, jo vetëm të policisë ose edhe të gjyqësisë. Ne kemi ka pak shqetësim sepse kur flitet për këto janë shumë atë rrept pezom edhe policia, edhe prokuria, gjyqësia në shqiptimin e dënimit më të rrept se sa edhe në regjion. Por gjithmonë kur përmenden droga, dënimet shkojnë më lart. Mirë, po si shpjegohet përkundër